Donin thonin në emisionin pa eksplozuarit, nxorrën moll, vitën në zyrë ka unë me moll, domethënë banalitete qif. Jo, do të thënë, për hir vërtetës unë merja shpesh mollët, sepse Adriatiku nuk kupton mirë, sidomos to situatat politike. Edhe ja shpjegoja me moll, për shkak merja një moll, dy moll, i vendosja kështu dhe ja thjeshtoja, i kuptonte. Për edhe, unë gjithmonë mbaja një moll në xhep për t'i shpjeguar koncepte të rëndësishme politike. Domethënë, ti në këtë rast e keni mua atë Padyshim me moll. Me moll. Me moll. Nga se unë pedagog jam, më kupton? Dhe ky pse ky e jep në një formë fyse tash këtë mollën dhe molla i herës është ndetme. Kur thonë e kanë shpreh Apple a day Dr. Way. Një moll ditë doktori. Problemi është që i dhash më shumë moll dhe unë si doktor. Ja dini jo tas ka qenë që i pas ka dhënë moll, okay. Si është shef tash të ardhmen e partisë tuaj? Shiko, padyshim na duhet një lloj ristrukturimi, cilin ne po e bëjmë. Por këtu thelbi është që partitë janë përfaqësuese të shoqërisë. Dhe këtu duhet parë ravizimi që po ndodh në shoqëri. Dhe këtu ka një ravizim midis është një kryqëzim që këtu ka qenë 2000 vjet. Midis lindjes dhe perëndimit. Dhe këtu e kemi diskutuar edhe herë, ka pas shumë teza, ka pas edhe teza që ne kemi marrë nga ish Jugosllavia që si jemi as lindje as perëndim. Po unë mendoj që ne jemi i përkatësin perëndimit dhe unë do doja që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian jo vetëm formalisht, po edhe kulturalisht. Ka forca që e tërheqin mbrapsh në modelin oriental të qeverisjes në botë kuptim, po nga edhe në interesa politik dhe ekonomik. Kështu që në këtë ndarje unë mendoj që roli i trimëve ose roli i disa trimëve, të cilët janë keni smathurje, është dhe besoj që duhet të jetë gjithmonë që të shkojmë drejt promovimit një modeli perëndimor i cili në thelb ka demokracinë. Dhe prandaj edhe këtu edhe thelbi i konfliktit që ne kishim ishte pikërisht sepse ishin dy modele ndryshme. Pra ne ishim për një model demokratik, partneri në koalicion ishte për një model autoritar, një model të liderit fort, i cili e personalizon gjithçka. E ka vetëm shoh se as të forti nuk e bë dot ai. Shiko, se ku ta gjet më bëjtë, nuk e bë dot. Është interesante, po duhet shohësh modelet e diktatorëve në histori, në përgjithësi diktatorët janë personazhe qesharak. Për arsye sepse vetëm një njeri qesharak mund të bëjë gjëra të cilat nga pikpamja sociale janë të pabëshme. Derisa shkon në pikën që duke pas dhe një personalitet që nuk e duron dot kritikën, nuk e duron dot pluralizmin, fillon pastaj dhe kalon në ekstremitet. Po ti shohësh që nga Hitleri, Mussolini, kanë qenë personazhe që para se të bëheshin të pushtetshëm. Shqipëri që ke personazh qesharak? Po ndoshta Enver Hoxha. Qesharak? Unë besoj që para se të bëheshin të pushtetshëm ka qenë qesharak dhe pastaj bëhen të rrezikshëm dhe të frikshëm. Berishën qesharak? Shumë qesharak. Unë mendoj që po të shohësh vitet të fillimit të Berishës të vitet 90, një personazh servil, periferik. Nana? Me thënë drejt, Nana më zhduk qytetar. I papërgjegjshëm, por jo qesharak. Ramën? Mos e vazhdojmë më tash diskutimin se i marrim gjithë me radhë. Po. Okej. Thelbi është që diktatorët jo domosdoshmërisht janë gjithmonë të fortë. Nganjëherë ajo forca që ata përdorin përmes institucioneve reflekton pasigurinë, dobësinë e thellë që kanë dhe faktin që janë të përjashtuar ose të përbuzur nga pjesa urbane e shoqërisë. Dhe fundi tyre zhbëhen në gjitha mënyra, ato i vrasin, o i presin, ne nuk jemi në atë fazë. Jo pa